Motra e gjestit, Blerina, ka marrë vëmendjen e rrjeteve sociale gjatë orëve të fundit pas disa postimeve që ndezën njëherë dyshimet për një martesë të fshehtë të saj. Përmes disa videove dhe fotografive të publikuar në Snapchat, Blerina u shfaqe veshur me një fustan elegant nuseje, duke u dukur më rrezatuese se kurrë. Pamjet bën menjëherë xhiro në rrjetit, ndërsa ndjekësit nisën të alodonin se ajo mund të kishte kurorzuar në privatësi historinë e saj të dashurisë. Komentet dhe urimet nuk munguan, pasi shumë prej tyre menduan se ceremonia ishte mbajtur larg syrit të publikut. Megjithatë, pas gjithë zhurmës që u krijua online, ka reaguar vetë Blerina për të sqaruar situatën. Në një tjetër postim në profilin e saj, ajo tregoi se nuk bëhet fjalë për martesë, por vetëm për prova të fustaneve të nuserisë. Ose jam martu hala? Jo, veç prova, shkroi ajo me humor, duke dhënë fund thashëthemeve që pushtuan në rrjetin. Megjithatë, ky veprim vetëm sa ka shtuar dyshimet se dasma mund të jetë shumë afër. Kujtojmë se vetëm pak javë më parë u bë e ditur se motra e gjestit është fejuar zyrtarisht. Tashmë duket se përgatitjet për ceremoninë kanë hyrë në fazën finale, ndërsa ndjekësit po presin me korreshtje momenti kur Blerina do të ndajë lajmin e madh me publikun. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar. Faleminderit.